tutje pas certifikimit të rezultateve dhe debatin kryesor politik të ditës së sotme, dorëheqjen ose mos dorëheqjen e qeverisë që ka në krye kryeministrin Albin Kurti. Siç u tha edhe në mbledhjen e sotme të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, përqindja e partive politike nuk është që ka ndryshuar prej rezultatit të shpallur si rezultat përfundimtar nga KQZ-ja paraprakisht. 42.3% i ka lëvizja vetëvendosje përfundimisht nga zgjedhjet e 9 shkurtit 2025 me 396.787 vota gjithsej që ja sigurojnë 48 ulse në kuvendin e Kosovës. E dyta është Partia Demokratike me 20.95% apo 196.474 vota dhe i ka siguruar 24 ulse në sallën plenare. 18.27% i ka Lidhja Demokratike e Kosovës me 20 deputet të cilët u siguruan nga 171.357 vota gjithsej dhe koalicioni AK nisma 7.06% apo 8 deputet në sallën plenare me 66.256 vota. Kjo është përbërja e kuvendit të Kosovës. Në partitë të mëdha parlamentare, 9 deputet do t'i ketë lista serbe, do t'i ketë një parti tjetër që përfaqëson komunitetin serb në Kosovë dhe të tjerat ulse të siguruara janë për komunitetet jo serbe dhe jo shumicë në kuvendin e Kosovës. Tash, si që tha edhe në kronikën paraprake, sot në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve kanë ofruar dorëheqje me shkrim 3 kandidatë të cilët kanë siguruar ulse në kuvendin e Kosovës. Janë 3 kryetar komunash, aktual Bedri Hamza, i cili është edhe kandidat për kryeministër nga Partia Demokratike e Kosovës, nuk ka pranuar ta zëvendësoj pozitën e tij si kryetar i Mitrovicës së Jugut me pozitën e deputetit të kuvendit të Kosovës, prandaj edhe ka dhënë dorëheqje për t'i lënë vendin Rashid Çalajt, ish deputetit të legjislaturës së 8, i cili ka qenë në radhë në listën e PDK-s për nga numri i votave. Pra Rashid Çalaj, edhe pse nuk e ka siguruar ulsen në bazë të rezultateve, pas dorëheqjes së zotrit Hamza do të ketë vend në kuvendin e Kosovës. Kjo dorëheqje nga pozita e deputetit nuk ja pamundson Bedri Hamzës që potencialisht jetë edhe kryeministër i vendit, sepse posti i kryeministrit, shefit të qeverisë, nuk varet drejt për drejt nga pozita e tij në kuvend ose numri i votave që i ka marrë. 2 kryetar aktual komunash që vijnë prej Lidhjes Demokratike të Kosovës po ashtu kanë dhënë dorëheqje. Gazmen Muhaxhiri, kryetari i PES, dhe Imre Ahmeti, kryetari i Lipjanit, nuk kanë pranuar po ashtu që ta lënë postin e kryetarit të komunës, sepse sipas ligjit nuk lejohet që 2 pozita publike të mbahen për një herë edhe pozita ekzekutive edhe legjislative. Prandaj në vend të këtyre dyve do të vinë në grupin parlamentar të LDK-s Arben Gashi, ish shefi i grupit parlamentar të LDK-s në legjislaturën e kaluar, dhe Paris Guri, kryetar i Forumit Rinor të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Nuk ka deputet të lëvizjes vetëvendosje apo aleancës për ardhmërinë e Kosovës dhe nisma socialdemokratët që nuk kanë pranuar të certifikohen si deputet të ardhshëm në legjislaturën e 9, prandaj vetëm këta 3 kandidat do të zëvendësohen me 3 të tjerë. Tash debati kryesor sot ishte nëse qeveria aktuale do të duhej të jepte dorëheqje formale nga pozitat, nga kompetencat që i ka. Kësaj pyetje i dha një përgjigje sot përfundimtare kryeministri në detyrë tash Albin Kurti, duke thënë që mandati i plot 4 vjeçarit qeverisë së Republikës së Kosovës ka përfunduar zyrtarisht dhe ka kaluar në fazën kalimtare të funksionimit si qeveri në detyrë, e cila efektivisht është sikur qeveria ndorheqje mandateve të mëhershme të tjerëve. Pra, sipas ligjit, të cilin e citon edhe në këtë shkrim kryeministri në detyrë Albin Kurti, mandati i qeverisë dhe i antarëve të kabinetit dhe gjithë antarëve të tjerë të ekzekutivit ka përfunduar me 23 mars, kur ka përfunduar edhe mandati i rregullt 4 vjeçar i ekzekutivit. Prandaj bashkë me përfundimin e mandatit të qeverisë, as ministrat, as kryeministri, as zëvendës ministrat nuk ka nevojë të japin dorëheqje formale, nuk ka nevojë për një akt shtesë dhe formal dorëheqjes prej posteve të tyre përkatëse, sipas nën paragrafit 1.3 të
nenit 29 të ligjit për qeverinë e Republikës së Kosovës. Prandaj, ky thotë që deri në ditën e zgjedhjeve, deri në zgjedhjen e qeverisë së re, në fakt nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, qeveria aktuale, që në popull sipas Kurtit njihet si qeveria Kurtit 2, do të ushtrojë gjitha përgjegjësitë që i takojnë pushtetit ekzekutiv në përputhje me ligjin në fuqi. Kjo vendos qeverinë në një rol kujdestar për të garantuar vazhdimsinë, sigurinë dhe funksionimin e pandërprerë shtetit në zbatim të kushtetutës dhe ligjeve. Edhe në bazë të opinioneve, konsultimeve që i kemi bërë me ekspert ligjorë dhe jurist në vazhdimsi, nuk është thënë që qeveria duhet të japë dorëheqje formale ose ta bëj këtë aktin shtesë, por diskutimi nëse Kurti do duhet të japë të dorëheqje ka qenë më shumë e frymës politike. Ka pasur reagime edhe të kandidatëve nga opozita duke e kritikuar Albin Kurtin dhe vartësit e tij se vetë kanë përpiluar ligjin për qeverinë e Republikës Kosovës 2022 dhe vetë pastaj nuk po duan ta zbatojnë. Neni 26 i këtij ligji thotë se në rast se antari i qeverisë në detyrë zgjidhet deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës, i njëjti duhet t'jap dorëheqje nga posti i antarit qeverisë para ditës së certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve. Pra, nëse Faton Peci ta zëm, bashkëkryetari i Guxo, ministri i bujqësisë Donika Gërvalla, kryediplomatja, bashkëkryetarja Guxo dhe Albin Kurti, kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, kryeministër në detyrë dhe krejt antarët e kabinetit që kanë fituar vota për të qenë deputet, sipas nenit 26 thuhet që duhet të japin dorëheqje nga posti i antarit qeverisë para ditës së certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve, pra para se të ndodhte akti formal i votimit të rezultateve të certifikuara sot në mbledhjen e KQZ-s, ndërsa neni 26 po ashtu thot 29 në fakt po ashtu thot që mandati i antarit qeverisë përfundon nëse përfundon mandati i rregullt i qeverisë. Tash ka edhe interpretime të tjera nga kushtetuta e Republikës së Kosovës. Neni 66 i kushtetutës thotë që Kuvendi i Kosovës zgjidhet me mandat 4 vjeçar duke filluar nga dita e seancës konstitutive që mbahet brenda 30 ditëve nga dita e shpalljes zyrtare të rezultateve të zgjedhjeve. Pra, Kuvendi i Kosovës, legjislatura e 9 në këtë rast, hyn në fuqi dhe i fillon mandati nga seanca konstitutive dhe jo nga dita kur certifikohen rezultatet e zgjedhjeve që i bie 30 ditë më së largu nga dita e sotme pas mbledhjes së KQZ-s, ndërsa neni 70 i Kushtetutës së Republikës Kosovës thotë që mandati i deputetit të Kuvendit fillon ditën e certifikimit rezultatit të zgjedhjeve. Pra nuk fillon mandati i deputetit në ditën kur certifikohen rezultatet. Këto dy kahje pak a shumë kanë qenë në diskutim sa i përket kësaj çështjeje, nëse qeveria aktuale do duhet të japte dorëheqje apo jo. Megjithatë, edhe nëse nuk jep, qeveria aktualisht njihet si qeveri në dorëheqje sipas ligjit, sepse legjislacioni në fuqi nuk njeh termin qeveri në detyrë, por praktikisht mund ta quajmë si të tillë. Do të flasim tash për çështjet të afateve kohore, se si kanë shkuar në vazhdimsi që nga certifikimi i rezultateve deri tek dita e seancës konstitutive ku parashihet të votohet fillimisht kryetari i Kuvendit të Kosovës e më pas të derivojnë edhe pozita tjera legjislative sa i përket këtij institucioni. Në legjislaturën e 4, kur president ushtrues detyre i presidentit ishte Jakub Krasniqi, ishin mbajt zgjedhjet në 2010, pastaj data e certifikimit të rezultateve kishte ndodhur më 7 shkurt 2011. Data e seancës konstitutive ka qenë vetëm pas 2 javëve me 21 shkurt 2011. Në tjerat palë zgjedhje të 2014-s, rezultatet ishin certifikuar me 2014 me datën 4 korrik dhe vetëm pas 13 ditëve, një ditë më pak, ishte mbajtur seanca konstitutive me 17 korrik. Në zgjedhjet e tjera të 2017-s, më 8 korrik 2017, ishin certifikuar rezultatet dhe më pastaj pas 26 ditëve ishte mbajtur edhe seanca konstitutive më 3 gusht 2017. Në zgjedhjet e 2019-s, rezultatet u certifikua në nëntor me datën 27 dhe pas 27 ditëve ishte mbajtur seanca konstitutive më 24 dhjetor.
në zgjedhjet e 2021-s, rezultatet u certifikuan me datën 13 mars 2021 dhe më pas seanca konstitutive e parë legjislaturës së 8 u mbajt me 22 mars 2021, veç 9 ditë pas certifikimit të rezultateve. Siç po shihen edhe afatet kohore variojnë pikërisht edhe për shkak të rezultateve të zgjedhjeve. Afati më i shkurt ka ndodhur në vitin 2021 për shkak se lëvizja vetëvendosje e kishte fituar mbi 50% të votave dhe i kishte numrat mjaftueshëm për ta bërë mazhorancën, shumicën parlamentare pa ndonjë partner të madh koalicioni nga partitë e tjera shqiptare. Ndërsa në 2017 koalicioni PAN kishte dalë i pari për të marrë pak më shumë kohë se sa ta zëm në 2021, sepse i duhej edhe një partner i madh tjetër për ta arritur shumicën që ta votojë fillimisht kryetarin e kuvendit, që në atë rast ishte zgjedh Kadri Veseli. Dhe në zgjedhjet e 2019-s, po ashtu 27 ditë e kujtojmë kohën kur kryetari i kuvendit u zgjodh Glauko Njufca, edhe pse nuk ishin marrë vesh Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje që t'jenë partner koalicioni, dhe më pas, pasi që u konstitua kuvendi, ishte arritur marrëveshje për qeverisur bashk dhe Glauko Njufca u bë ministri i punëve të jashtme për t'ia lënë vendin e kryetares së kuvendit Vjosa Osmanit, që aktualisht është edhe presidente e shtetit. Mbetet shijes se si do të shkojë kjo çështje në zgjedhjet e sivjetme. Sot u certifikuan rezultatet, është data 27 mars 2025 dhe brenda 30 ditëve duhet të konstituohet kuvendi, të votohet kryetari i kuvendit dhe më pas atij akti ka edhe një tjetër afat ligjor kur duhet të votohet edhe kabineti qeveritar i Republikës së Kosovës. Për krahasim nga dita e zgjedhjeve, jo nga certifikimi i rezultateve zgjedhore, deri në ditën kur është konstituar kuvendi në 2019, nga 6 tetori deri më 26 dhjetor, ky është afati kohor prej 81 ditëve prej kur kanë votuar qytetarët e Republikës deri kur është votuar kryetari i kuvendit në seancën konstituive, ndërsa në 2021 ka thuajse 3 fish më pak kohë që është marrë deri tek konstituimi i kuvendit nga dita e zgjedhjeve të 14 shkurtit, më shumë se 6 javë na i morën vetëm certifikimi rezultateve, numërimi dhe ankesat e tjera të cilat u shpallën si të pathemelta nga ana e organeve si PZAP-ja dhe Gjykata Supreme. Mbetet shihet nëse lëvizja vetëvendosje si e para, partia dalë prej zgjedhjeve të 9 shkurtit, do të arrijë të krijojë një shumicë parlamentare në mënyrë që ta thërras sa më shpejt seancën konstituive. E dim që i ka 48 deputet, i duhen edhe disa të tjerë përveç deputetëve, jo shumicë, që ta krijojë mazhorancën prej 61 numrave që i duhet kuvendit Kosovës që ta votoj kryetarin e kuvendit dhe më pas edhe kabinetin qeveritar. Ka sa i përket kësaj rubriket navigimit, por do të flasim ende për zgjedhjet e 9 shkurtit, në këtë rast pa asnjë kusht përfaqësues